أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاتي وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Lavë falënderimet dhe frikë respektet I takojnë vetëm Allahu Gjalla wa Ala, paqja dhe mëshira Allahu Subhanahu wa Ta'ala qoftë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë me të mirë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Disa djemë tri, disa talebe, nxënësa, I kanë përgatit disa pyetje edhe nisën për me shkue tek Sheikhul Islam Ibn Taymije rahimahullahu ta'ala për me abo këto pyetje në lëmin e akides dhe për me përfitue prej diturisë së tina dhe me I marë sqarimet e duhura. Njona prej pyetjeve e që është pyetja e parë dhe pyetja më madhështore ishte ajo që thanë femel ibade, çka është adhurimi o Sheikhul Islam Ibn Taymije. I drejtun Sheikhut tyre Ibn Taymijes rahimahullah, një burr I madh I Islamit, një dietar I cili nuk la diçka pa shfrytzuar për hir të Allahut azza wa jall, një person, një rob I thjesht I Allahut subhanahu wa taala, I cili në jetën e tij as nuk u martu që tër kohën e tij ta ketë vetëm se për Allahun dhe vetëm se për diturinë, për rrugën e Allahut te bareke ve taala. Nuk ka qenë vetëm dietar, ka qenë edhe luftëtar për hir të Allahut xhalla wa ala. E ka gjetë në të gjitha lëmit. Dituria e tina ka arrit gradat saqë tha vetë për veten e tina. I kam ditë edhe 50 lëmi tjera, 50 landë, 50 diapazone të mëdha diturisë I kam pas që kur njëtën tem pyetje për to s'kam marrë. Kur njëtën tem pyetje për to s'kam marrë. Disa prej nxënësave fillun me u livdue për shehun e tyne, e fillun me I përmend librat e gjuhës arabe, edhe e përmendën njënin prej dietarëve më të mëdhej. E përmendën edhe Sibawayhin, I cili e ka shkruar një libër bazë në gjuhën arabe. E përmendën para Ibn Taymijes rahimahullahu ta'ala. Ibn Taymija tha, ai shehu juv I ka pas 80 gabime në atë libër. Kjo ka qenë dituria e Sheikhul Islam Ibn Taymijes rahimahullahu ta'ala. Kur e pa në kadrin e tina, diturin e tina, a di që ka arrit këtë dituri? Kur nuk e kupton të një çështje, shkonte në një xhami larg njerëzve, xhami e lanëm, ku s'ka pas më banor aty, edhe ka vendos ballin e tij në sejdë, në tokën me dhe, ku I ka sharru fytyra në dhe ka fillu I ka boe istighfar Allahut deri 3000 herë. Pastaj është ngrit dhe ka fillu e ka lexuar meselën, e u mundu me e kuptu meselën, nuk e ka kuptue. Prap ka ronë sejdë, prap e ka vënu ballin e tij dhe e ka shti fytyrën e tij në dheun e tokës, duke I kërku istighfar Allahut azza xal derisa e ka arrit kuptimsinë e duhur të asaj mesele. Atash një pyetje shumë e thjeshtë, që ti robit, a ka mundësi Allah azza xal me I dhon diçka që tjerëve s'mundet me I dhon? Tjerëve nuk ju jep. Wallahi ka mundësi. Për shkak se ai I ka dhonë Allahut diçka që tjerë si kanë dhonë. Dhe Allah azza xal I ngrit ata të cilët janë të veçantë të Allahut subhanahu wa taala, sikur se tha was-sabiqun al-awwalun, ata të partë. Ata garues të parë, pra ata që hinën të parë në Islam. Ata janë të afërmit, ata janë shumë afër, janë gradat larta tek Allahu subhanahu wa taala. Pse? Se ata kanë bo diçka shumë të veçantë. Pse Allah azza xal I çoi selam Khadijës? Se erdhë me diçka shumë të veçantë. Kur pejgamberi alayhis salam ishte në momentet më kritike, në momentet ku I dridhej trupi, thërriste ndim, në diçka që si kishte ndodhur kurrë në jetën e tina. Edhe një grua
me emrin Khadija, i tha ati, ti rre rahat, i qetër ti. Wallahi, ty s'ka më të hup Allahu kur. Kështu i tha. Pra, në momentet më kritike të pejgamberit alayhis salam, erdhën fjalët më të veçanta. Allahu azza wa jall i tha Xhibrilit, o Xhibril, zbrit në tokë te Khadija, te pejgamberi alayhis salam, dhe thuj pejgamberit alayhis salam, Allahu po i çon selam Khadijës. A ke thonë diçka të veçantë? Atëherë edhe Allahu azza wa jall ka më të veçuar tyje. Kështu është mirë njës. Allahu subhanahu wa taala kur robi vjen me diçka të veçantë tek Allahu subhanahu wa taala. E pyetën Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu taala se çka është adhurimi, çka është ibadeti. Dhe i thanë atij, dëshirojmë prej teje që të zgjerohesh në përgjigje. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu taala u kthei përgjigjen atyre të cilët dëshironin dituri dhe ju tha kështu: al-ibada, adhurimi, hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Është emër gjithë përmbledhës, emër i përgjithshëm për krejt ato që Allahu e don dhe është i kënaqur me to, min al-aqwali wal a'mal, prej fjalëve dhe prej veprave, al-batina wal zahira, prej atyre të cilat janë të fshehta, të cilat janë në gjoksin e robit, prej veprave të zemrës, prej veprave të mendimit, dhe prej atyre që janë të haptazi, sikur se fjalët, sikur se veprat namazi, e kështu me radhë. Pastaj fillon shejhu dhe tha: fa salatu wa zakatu wa siyamu wal hajj. Dije se namazi, zakati, agjerimi, haxhi, sidqul hadithi, me qenë besnik kur flet, besnikria në të folur, wa ada'ul amana, me qu amanetin vend, me mbajt amanetin, wa birru l-walidaini, me u kon i sjellshëm me prindrit, wa silatul arhami, me i majt lidhjet farafisnore, wal wafa'u bil uhudi, me i majt premtimin të cilin e ke dhënë me majt, wal amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Pastaj tha: wal jihadu lil kufari wal munafiqin, jihadi kundër jo besimtarve dhe jihadi kundër munafikave. Dhe dije një çështje se jihadi më i mirë është jihadi me nefsin, kur ti e mun veten, se nuk ka mundësi dikush me ndihmu e fejnë Allah të zogjel, as në jihadin e luftës, as në jihadin e dijes, pa e mujt veten e tina. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë jihadi më i mirë është jihadi me nefsin, muje nefsin. Kur e mun nefsin, e ndihmon Allahun dhe ndihmon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sikur se ai rasti kur shkon sahabë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Badr, e dikush prej sahabëve u nalmas, e kur u kthyn, u kry betejë e Badrit, kur u kthyn pejgamberi alaihi salam, e pa çata i cili ishte nalmas, ja kapi dorën e tina dhe në mesin e sahabëve ju tha: a doni me e pa dikon i cili e ka ndihmu Allahun dhe pejgamberin alaihi salam mas shpine. Pra ka bo diçka të veçantë, për shkak se e ka mujt nefsin e tina, i cili e kishte vra një person që e kishte shah pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra ata kishin shku në Badr, ky ishte nal me ndihmu Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mas shpine, sikur se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj wal ihsanu lil jari, mirësia me komshijen, wal yatim, wal miskin, wa ibn sabil, wal mamluk, mirësia me jetimin, mirësia me nevojtarin, mirësia me ata i cili është në rrugë udhëtarin, mirësia me ata i cili është rob, me qenë i sjellshëm me ta, min al adamiyyin wal bahaim, prej bijve të Ademit, po edhe prej kafshëve, me usill mirë, me pas mirësi edhe me kafshët. Pastaj wa dua wa dhikr, duaja, pastaj dhikri, pastaj leximi me qenë vetëm se për hir të Allahut subhanahu wa taala, wa amthalu dhalika min al ibada. Dije se krejt këto dhe të ngjashme me to janë prej adhurimit për Allahun subhanahu wa taala. Ti si djali i ri, me dokën tane, me sjelljet e tua, po adhurojsh Allahun subhanahu wa taala dhe jo vetëm kaq.
momentin që sjellja jote rezulton dhe ndikon në zemrat e njerëzve, sikurse ndikon sjellja dhe fjalët e mira sahabëve tek zemrat e mushrikëve dhe për shkak të pamjes së tyre të mirë, për shkak të bashkallakut dhe dashurisë që kishin ata, për shkak të besnikërisë, për shkak të mbajtjes së amaneteve, dikush pse e plotësoi namazin. Njerëzit e pranuan Islamin për diko i cili e plotësoi namazin tamam, se u falte shumë jeshëm. Me madhështi hynte në namaz, dikujna ju shtu frika për Allahun Azza Jall, kur e pon Abdullah ibn Umerin që ju kishin bëhe vadat, vijat e lotëve ju kishin bëhe në ftyrë. Për Omerin që ju kishin bëhe vijat në ftyrë. Për Omerin që kur e lan gjanazën e tina i pon dankat e zeza në trupin e ti, duke godit vetën, duke i thonë, o Omer, nesër kime dalë para Allah, o Omer, të e marrën pytje në përgjësi vetën sa ka qenë në këtë dynja. Për Zejnul Abidinin, që nuk e dinin njerëzët se kush po ju bjen njerëzve ushim të dera. Me vite, thuhet se kanë qenë 40 vite. Ju ka qenë njerëzve ushim të dera nevojtarve, kur kush nuk e ka ditë. Mshefja e veprës është adhurim në vete. Mshefja e veprës është adhurim në vete. Me adhuru Allahun Azza Jall, duke dhënë me djathtën mos me ditë e shmajta. Kjo është adhurim në vete. Duke dhënë me zemër tamam, edhe mos me e përmend më kurrë. Kjo është adhurim në vete. Duke e bën një vepër që krejt njerëzit me thonë, kush o çaj filani ta nderojna me diçka të madhe, që e bëni këtë vepër të mirë dhe ti mos më u përmend kurrë. Dolën dy luftim disa prej robërve të Allahut Azza wa Jall. Ishin në kohën e tabinëve. Abdullah ibn Mubarak ishte në mesin e njerëzve. Tash e pështjeli ftyrën e tina, o pështjel mirë. Kalin e ka pas prej më të shpejtve, e ndroj kalin. Mos me pa njerëzit, mos me dit njerëzit që është Abdullah ibn Mubarak. Kur dolën dy luftim, po del dikush prej mesit muslimanve duke nxitu, edhe kryti punë. 3 veta prej mushrikëve shkun prej çatij luftëtarit. Ai e dinte se e ka një dost që ati s'morët mi mshef kur gjëhiq, e mor shpatën, edhe i shkoj që ati dosit vetë. Tha pasha Allahun që me ka dhonë shpirtin, e ndorën e ti e shpirti jam, me bu me përmen, pa i ka udhzu që u kanaj, se e ka ditë se ati si mshefët, me bu me përmen sa jam gjallë, vallahi shpata jam ka më ta hek krytyje. Thot që ai dosti i tina, i Abdullah ibn Mubarakut, masi që vdiq Abdullahu, ju tha njerëzve, a kini dash sa her me ditë se kush i heki që ata 3 persona? Thanë vallahi, sot dhe adit lypëm kush e qaj person. Abdullah ibn Mubarak u kanë qaj. Apo dëne me ditë, Abdullah ibn Mubarak. Thot, po pëses në ki ka udhzue, sa ka qenë gjallë, ta kishmi dash njerin ma shumë. Thot, vallahi, ka ardhë një ditë prej ditë, ka ardhë, masi që e ka krye punën, ka ardhë e unë direkt edhe më ka thonë, vallahi, e përmen, sa jam gjallë, ka më ta hek kryti. Adhurim në veti është me rujt ibadetin. Me u mërzit që s'ke bo haram, është hala ma haram se sa me pas bo haram. Ma e ronë është mërzia që s'ke mujt me arrit haramin se sa harami. Haram në veti është me u mërzit që se ke plëcu adhurimin taman. Me u mërzit për gjinahët që i ke bohe. Kjo është sevap, kjo është adhurim në vete. Me u mërzit me thonë se që ish brerinin te me kalova në haram për Allahun Azza wa Jall. Adhurim në vete është kjo. Ju ka pranu e pendimin njëni prej djetarve atëherë kur filloj me nënçmu vetën e tina. A ju pendonte vazhdimisht. Mirë po erdhë me diçka të veçantë të Allah Azza wa Jall me ata që ju drejtu vetës dhe i tha, o filan, nuk je i duhuri, nuk je tamam, a nuk e ke bo filan vepra, a se ke thonë filan lafin e keq, a s'ke menu për filanin keq, s'kan pas ata harame, sigur se haramet që janë sot. Mirë po, ata e kanë konsideru haram të madh, sigur se Imam Shafiu rahimehullahu ta'ala, kur hynin xhami,
e pa dikon prej muslimanëve duke çajt, edhe i shkoj menimi këtina se ka për Allah, po o të ushtirë. 6 muj ditë s'ka mujt me e fal namazin e sabahut me xhamat. Edhe kur unal u menu, çka është, çka ka ndodhur, diçka e rënd te Imam Shafiu, e gjet që të mendim të keq për vllahun e vet. Kto e ka llogaritaj prej harameve, prej shkatrimeve në ibadet, në adhurim. Nuk kanë pas ata haramat mëdha. Mirë po ky dietari kur unal dhe e nënçmoi veten e tina para Allahu subhanahu wa taala, Allahu azza wa jalla ndryshoi gjendjen. Ja pranoi Allahu pendimin. I tregoj Allahu nëndër atij se Allahu ta ka pranu pendimin. I tregoj Allahu nëndër se që kjo o bo sebeb që ti ke shpëtu para Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, Sheikhul Islam ibn Taymija rahimahullahu ta'ala ju tha atyre, wa kedhalike, po ashtu, dijeni se dashuria e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe e të dërguarit e ti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, frika ndaj Allahut azza wa jall, kthimi tek Allahu me pendim, me qenë i sinqert në fejen e tina, was sabru li hukmihi, dhe me qenë durimtar në gjykimin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është farz. Me qenë durimtar, me bo durim për gjykimin që Allah azza wa jall e ka dhënë. Pastaj wa shukru li ni'amihi, me falendëru Allahun azza wa jall për mirësitë që t'i ka dhënë Allahu, wa rida bi qada'ihi, me qenë i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë pikat që Allah azza wa jall shikon vazhdimisht. Shikon Allah azza wa jall te çështja e caktimit. Pejgamberi alayhis salam ju ka thonë njerëzve, wallahi ka pas dhe hala ka gjendje që janë shumë të rana për neve. Mirë po, jemi të urdhëruar me e qua amanetin ven. Kaq. Jemi të urdhëruar me bo sabër. Kaq. Jemi të urdhëruar me qenë të kënaqur. A ka mundsi dikush me dal jashtë atë caktimit Allahut azza wa jall? Omeri tha, ik prej kaderit në kader. Prej caktimit në caktim. Nuk mundesh me shkue jashtë atë caktimit Allahut subhanahu wa taala. Pra, je i kënaqur se kënaqësia me caktimin e Allahut azza wa jall është adhurim. Kënaqësia me caktimin e Allahut subhanahu wa taala është adhurim në vete. Wa tawakkulu alayhi, mbështetja, tawakkuli me mbështet në Allahun azza wa jall, me i marr sebepet tamam, e pastaj me mbështet në Allahun subhanahu wa taala është adhurim. Wal raja'u li rahmatihi wal khawfu min 'adabihi wa amthalu dhalika hiya min ibadatillah. Dhe me shpresue në rahmetin e Allahut subhanahu wa taala, dhe me u friksue prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala, dhe të ngjashme me këto, tha Sheikhul Islam ibn Taymija, krejt këto janë prej adhurimit për Allahun subhanahu wa taala. Wa dhalik, dhe dija, anna al-ibadata lillahi hiya al-ghayatu al-mahbuba lahu wal mardiyatu lahu. Dije se adhurimi për Allahun subhanahu wa taala është qëllimi më i dashur dhe më i kënaqshëm për Allahun subhanahu wa taala. Për shkak se për çet adhurim khalaqal khalq, i ka krijuar krijesat e tina. Ti, prindrit e to, ata që kanë më ardhur pas teje, ata që kanë qenë para teje, jemi kriju që ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala një të vetëm, duke mos i shoshruar atij ortaklëk, dhe duke mos i bërë shirk atij në adhurim, as duke mos e mohuar diçka prej adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për diçka tjetër, vetëm sa që ta adhurojnë Allahun një të vetëm. Vetëm sa që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Kështu tha Allahu azza wa jall në surën Dhariyat. Pastaj tha Sheikhul Islam ibn Taymija, wa biha, me këtë adhurim, arsala jami'a ar-rusul, Allahu azza wa jall i ka dërguar të gjithë të dërguarit e tina, kama qala Nuhun alayhi salam li qaumih, sikur se tha Nuhi i tha popullit të tina, u'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh. O ju njerëz, adhurojeni Allahun subhanahu wa taala, sepse nuk ka të adhuruar tjetër, as nuk ka zot tjetër për juve përveç Allahut azza wa jall. Ata të cilën ju e bëni me durë të juja, ata të cilën ju vetë janë gjithni emrat ju vetë e mërtoni ata, ajo diçka e kot.
Në to nuk ka as sherr, ai as sherr nuk mund të më bo, as dobi nuk mund të më bo. Te e ke ndreq ato, të kanë ndreq ai ty. Allah azza jall i sfidoi krejt ata. Hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min duni. O ju njerëz, kjo është krijimtaria e Allahut azza jall. Kjo krijimi i Allahut subhanahu wa taala. A nuk e shihni tokën, qejt? A nuk e shihni madhështinë e Allahut subhanahu wa taala? Pra, më tregoni mua se çka kanë krijuar të tjerët përveç Allahut subhanahu wa taala. Andaj, këto të gjitha janë prej adhurimeve të Allahut azza wa jall. Me im sheft metat e muslimanëve është adhurim. Me ja u fal muslimanëve është adhurim. Me ju kërku halal muslimanëve kur gabon është adhurim. Me i dash muslimanët është adhurim. Me rujt bashkallakun e muslimanëve është adhurim. Me e pas një qëllim për Allahun azza wa jall është adhurim. Me bo harmoni në mesin e muslimanëve është adhurim. Me pas mundësi me i pajtu e muslimanët është adhurim. Me fal namaznate është adhurim. Nuk është mos het ajo pjesa e sunetit, e mustahabit, e dëshiruar, apo është thjesht sunet, apo është vajib, apo është farz. Po dije se është adhurimi i Allahut azza wa jall. A di pse u ngritën shumë sahabët? A di çka i bëri ata që Allahu azza wa jall më thon për ta radiyallahu anhum wa radu an? Se Allah është i kënaqur me krejt ata dhe ata janë të kënaqur me Allahun, se adhurimin e kanë pas adhurim tamam. E kanë adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala tamam. Tek ata s'ka pas realisht ka ekzistu kjo. Mirë po, synimi i tyre ka qenë me adhuru Allahun azza jall. Nuk se kanë këshyr a është sunet, apo është mustahab, apo është mubah. Ata e kanë këshyr a është adhurim për Allahun azza jall dhe i ke gjetë te ata duke e praktikue këtë vepër. Abdullah ibn Umeri, thonin sahabët, i vetmi njeri që ne ka kujtue tamam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë Abdullah ibn Umeri. Thonë pse? Thonë vallahi, e kena gjetë Abdullah ibn Umerin duke shiku na për tokë edhe duke i vendos hapat e tina. I tham një ditë prej ditëve, o Abdullah, çka je tu vepru kështu? Pse po shikon tokë edhe po i çet hapat? Nuk pas ka diçka që ti me u tut me e qitë hapin aty? Thot, kështu e kom pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të hecë, edhe unë du me hecë ashtu. Kanë thonë sahabët kur e kena pa prej mbrapa kur e kena pa Abdullah ibn Umerin, kena menduar që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kena nxitu hapat me shkuar drejt Abdullah ibn Umerit. Çat ka dash me i përngja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pse e ka konsideru adhurim. Me e pasu Allahun, me e pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me ja mësu muslimanëve një hadith, me i këshillu muslimanët, me marrë këshillën e muslimanëve. Kjo është adhurim. Andaj, mos e nënçmo veprën e vogël, mos e nënçmo ato e cila erdhi në fejen, në shariatin e Allahut subhanahu wa taala, qoftë e vogël apo e madhe. Pejgamberi alayhis salam tha, hyni dikush në xhennet për një mizë, hyni dikush në xhehenem për një mizë. O që ditën njerëzit, sahabët dhe i thanë, e çish ka mundësi për një mizë me hi njënin në xhennet, njënin në xhehenem? Tha ky i xhennetit, shembulli i atij xhennetit dhe xhehenemit, tha, i morën dy persona një fis dhe i torturuan shumë, robërt Allahut azza wa jall. Prej torturave ju tha njënit prej tyre, a e kishe sakrifikue një mizë për zotat ton? Tash pyetja ka qenë ç'kjo? E para, nëse nuk e pranon pyetjen, nëse nuk përgjigjesh ç'është dojmë na, kena më të torturue. Ai tha, një mizë është, e kisha sakrifikuar një mizë, kur gjës është? Një mizë. As një mizë. As majën e lapcit me e thyje, ndysh, majën e vogël, nuk lejohet me e përdor kundër fesë të Allahut azza wa jall. As një mizë nuk lejohet me e flijue për diçka tjetër përveç se për Allahun te bareke ve teala. Sa është adhurim. Adhurimet nuk lejohet me i bëhe për dika tjetër përveç se për ata i cili e meriton adhurimin. Ai është Allahu, ai është i cili e cilësoi veten me cilësitë më të larta, më të plota dhe me emrat më të bukur.
prej emrave më të mirë është Ar-Rahmanur Rahim. Ai është mëshiruesi i gjithë mëshirshmi. Prej mëshirës së tina ti sot jem unë, edhe është kjo dituri e cila është duke u transmetuar tek ne. Andaj, adhuroj Allahun Azza wa Jall dhe mos shiko në jetën tonë para veprave, para teje, mos i shiko veprat sunet anashkaloje. Asnjëherë. Ajo është e dashur tek Allahu Azza wa Jall, për sa ta është transmetuar. Ajo është e madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Sa harami e ka shtije robin në xhennet, e sa vepra e mirë e ka shtije robin në xhenem. Kështu tha Sheikhul Islam ibn Taymiyah rahimahullah. I tha no shejhe, çush ka mundsi? Për shkak se ai i cili bëri harame një ditë prej ditëve e nënçmoi veten e tina. Edhe me pendim të sinqert tamam u kthy tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe çai pendim pi çatyne haramave, çato harame ja kujtun pendimin. Edhe u pendu, e çai pendim e shtinin në xhenetin e Allahut azza xal. E sa vepra e mirë e ka shti robin në xhenem për shkak se ka filluar me u krenu me veprat e tina. Apo krenohesh me veprën tënde që e ke bëu. Që e ke bëu një vepër vetëm se për veten tënde, edhe se vepra jote as nuk ka shtu diçka prej pushtetit të Allahut, as nuk ka paku diçka. As nuk e ka bëu më zot ata, as nuk e ka zbeh zotësinë e tina. Pra, me veprën tënde bënu sebeb me pështua vetëm veten tënde, nuk i bën dobi kurrë tjetër. Kush punon mirë, ka bo mirë për veten e tij. Kush punon keq, ka bo keq për veten e tina. Andaj, adhuroj Allahun Azza Jall me ata që ka të vjen tyje. Adhuroj Allahun sa të kish mundsi. Për atë arsye, pejgamberit i tha Allahu Azza Jall kështu në surën Al-Hajj, i tha wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. O Muhammed, ti vazhdo të adhurosh Allahun Azza Jall. Adhuroj Allahun subhanahu wa taala derisa të vi ty bindja. A di kush është bindja? Derisa të vi vdekja. Njerëzit kanë nevojë çdo herë me gjetë shembull në jetën e tyre, po edhe në mesin e tyre. Nëse nuk gjejnë shembull në mesin ton se si adhurohet Allahu Azza Jall tamam, e si do të më konë rob i mirë tek Allahu subhanahu wa taala, kthev të dërguarit e Allahut Azza Jall. Kthev se pati prej tyre që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të dalin para Allahut Azza Jall dikush pa asnjë pasus pas vetes. Para mendo, Allahu e din se sa ka thirr drejt Allahut Azza Jall. Jo një vjet, jo 20. Ata kanë jetu ma gjatë se na. Ka jetu, ka thirr natën e ditën, ka thirr pandal, e kanë nënçmu njerëzit edhe kur nuk e kalon thirrjen. Merr prej sabrit tyne. Merr prej durimit tyne, edhe bë sabër gjatë adhurimeve. Për shkak se thanë dietarët një rregull, kush nuk ka sabër s'ka fe. Andaj, pa isu me adhurim, bënu robi Allahut i cili e adhuron Allahun subhanahu wa taala me ata që ki mundësi me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Ki e frikë Allahun sa të kish mundësi, se me pas frikë Allahun është adhurim. Elusum Allahun subhanahu wa taala që Allahu te baraka taala të na caktoj neve prej adhuruesve, prej atyre që Allahu Azza wa Jall i përgëzoi me xhennet në Kur'anin e tina, prej atyre të cilët tha Allahu Azza wa Jall se ata ja kanë frikë Allahun, ja kanë frikë Allahut, prej atyre që tha Allahun subhanahu wa taala se ata e dojnë Allahun Azza wa Jall shumë, prej atyre që tha Allahu Azza wa Jall për ta se ata kur bojnë një vepër e bojnë për Allahun Azza wa Jall, prej atyre që i don Allahu dhe e dojnë Allahun subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.